Dhe pavarësisht lukut apo romaneve, Ben Blushi është një njeri që ka një lidhje shumë të fortë me tepsinë. Dhe për fat keq, vazhdon edhe këtu, persiston si zëdhënës i të gjithë atyre që ndjehen të privuar në pjesën e tyre të tepsisë. Sepse është thënë, është rithënë, dhe në fund është bërë, jo një ndryshim në qeveri për të ndarë tepsi. Për drejtin në këtë fjalë që po mban kryeministri Rama për t'ju përgjigjur akuzave, për t'i adresuar akuzave për marrëveshjen e re, është dhe një lloj replike ndaj zotit Blushi që foli pak më herë. Ta ndjekim shkurtimisht dhe rikthehemi në studio. Partinë Demokratike, po për të garantuar Partinë Demokratike dhe opozitën si ministra teknik në mbrojtje të zgjedhjeve. Pra, jo vetëm kaq, po edhe si kur Partia Demokratike mos hynte në zgjedhje, kishte dalë një urdhër më parë që tani më do të monitorohet nga zëvendës kryeministja e votuar sot për ndalimin e të gjitha shpenzimeve dhe të gjitha procedurave të reja në të gjithë kohën e fushatës. Faktikisht, edhe pa Partinë Demokratike në zgjedhje, qeveria deri 25 qershor do të ishte thjesht një administratore e përditshmes ose asaj që mund ta quajmë rutina e mekanizmit shtetëror. Së dyti, drejtorët Blush nuk do të zëvendësojnë drejtorët e mparshëm, as për të bërë emërime, as për të bërë tendera, as për të dhënë koncesione, dhe as për të prekur qoftë edhe një pet të byrekut që ti e sheh nga larg, dhe sa më larg i ikën, aq më shumë të shtohet oreksi dhe aq më i madh të del helmi që prodhon barku i uritur, por i pangopur. Që do të thotë Blush, që është kurajë shumë e madhe që të thyesh inteligjencën tënde në radh parë, po dhe të gjithë atyre që pretendon t'i përfaqësosh si pionieri i diçkaje të re që është vetëm në mendjen tënde dhe do të mbetet vetëm në mendjen tënde si një roman i pashkruar ku personazhi je ti, që të bësh gjithë këtë logore këtu dhe ta mbyllësh me konkluzionin se këtu që nga bërë një bashkim kundër reformës në drejtësi. Sikur të kishte fuqi ky vend, kjo sallë, dhe të kishin fuqi këto parti, por t'ju kundërvënë reformës në drejtësi, do i kishin bërë me kohë. Po as nuk e bën, as nuk po e bëjnë, dhe as nuk do e bëjnë dot dhe sikur duan. Sepse ka dy fuqi të tjera që këto parti këtu në sallë nuk i përballojnë dot. Nga njëra është fuqia e popullit shqiptar, që e do reformën në drejtësi me se s'bën, dhe nga tjetër është fuqia e partnerëve tanë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që siç e provon dhe kjo seancë, nuk ka asnjë shans që t'i hapin rrugë asnjë lloj forme, presioni apo obstruksioni që pengon reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi sot fillon të zbatohet pikërisht me zhbllokimin e vettingut. Dhe thuash që vettingu po votohet për ta penguar reformën, është shumë e sforcuar dhe për fat keq është dhe shumë e mirë nga pikpamja
e mendjes. Është mjerim që vjen nga dembelizmi mendor, karakteristike njeriu që kujton se i di të gjitha, që kujton se ja kanë fajin tjerët që nuk është në krye të gjithëve, dhe që nuk lë gjë pa thënë kundër të gjithëve, ndërkohë që fajin për gjendjen ku ndodhet e ka thjesht vetë. Dhe po të sjell në vëmendje Blush. Po të sjell në vëmendje që ndër tjera the dhe një nga ato aguritet e tua të zakonshme, që këtu the dënohen zgjedhësit dhe nuk dënohen komisionerët. Nuk dënohen numëruesit. Është tipike për ty. Je i paditur për gjërat për cilat flet në këtë foltore dhe je dembel që nuk ke asnjë vullnet të mësosh. Po mbi gjitha, je dhe shumë hipokrit me njerëzit me cilët flet, sepse ke frikë se po t'i mësosh, pastaj janë ndryshe nga siç ti do doje të ishin, që të mund t'i shash gjithë, i vësh gjithë, njësoj sikur janë fajtorët për gjendjen tënde, dhe gjendjen tënde ta ndash me gjendjen e katundarëve dhe punëtorëve të Fanorit. Bëre i pyetje sa nga socialistët që votuan